Shqyrtimi i projektligjit për gjykatën administrative sjell debate mes mazhorancës dhe opozitës në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Konsensusi mes palëve ngec në pikën e numrit të përbërjes së trupi gjyqësor të gjykatës administrative në shkallën e parë të saj. Opozita kërkon që trupi gjykues të përbëhet vetëm me një gjyqtar, propozim i cili u hodh poshtë nga përfaqësuesja e Ministrisë së Drejtësisë Marsida Xhafellari. Një gjyqtar do të jetë shumë i përgjegjshëm për disa arsye, para sepse vendimi do të lidhet me emrin e tij personal. E dyta, sepse prishja e vendimit në dy shkallët e tjera është element që ndikon në karrierën e tij. Ka raste që përbërja e trupit gjykues me 3 gjyqtar ofron cilësi dhe efektivitet në gjykim. Jo vetëm në vendimin përfundimtar, por edhe në disiplinimin e procesit me anë të vendimeve të ndërmjetme. Në fundit gjykata e shkallës parë është gjykatë që nuk është se jep një vendim përfundimtar, fakti që ndaj vendimit saj lejohet ankimi në apel, sigurisht që do të jetë gjykata e apelit ajo që në një lloj kuptimi jep një vendim i cili konsiderohet dhe i formës prerë. Cili është miraku më i madh? Miraku më i madh është besueshmëria dhe cilësia e gjykimit. Një tjetër pikë e cila ndan mazhorancën dhe opozitën është ngritja e kolegjit të gjykatës administrative, propozimi i Partisë Socialiste. Gjykata e lartë është gjykatë ligji dhe ka një procedurë tjetër dhe për këtë shkak rregullohet dhe me ligj të veçantë, procedurat e emërimit të gjyqtarëve janë procedurat veçanta, nuk janë në formatin e zakonshëm. Komisioni vendosi shtyrjen për ditën e hënë të shqyrtimeve në impërnent të projektligjit të gjykatës administrative, ndërsa janë mbyllur vetëm 9 nga 46 nene që kanë në tërësi drafti i qeverisë.